Mirëmëngjes, përshëndetemi sërish së bashku, vjen transmetimin e drejtë për drejtë këtu në Report Televizion me hapësirën e fleshit informativ të orës 8 dhe së pari ndajmë ngjarjet kryesore. Këtë të shtunë pra sot në Tiranë do të mbahet ceremonia e fronozimit të kryebeshkopit Joan Pelushi, i cili pasoi të ndjerin Anastas Janullatos në krye të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Të pranishëm do të jenë krerët më të lartë të shtetit, përfaqësues nga 13 kishat ortodokse dhe zyrtar nga Greqia. Në mbyllje të muajit të Ramazanit, kryeministri Rama organizoi mbrëmjen e dieshme një iftar me të ftuar besimtarë dhe personalitete të shumtë. Duke folur për anëtarësimin në BE, kreu i ekzekutivit tha se muslimanët e Shqipërisë jo që nuk janë problem, por janë vlerë e shtuar për Europën. Ndonse SBA dhe administrata Trump rikonfirmuan mbështetjen për drejtsinë shqiptare, duke rikthyer në punë ekspertët e OPDAT, Sali Berisha nuk ndalet së sulmori SPAK. Me gjin gjoni në krah, Berisha e quan reformën në drejtësi si një produkt të ekstremit të majt dhe Fondacionit Soros, duke qëndruar ides për ribërjen e saj. Kompania tregtare Dimal futi në Shqipëri më 11 mars nga Brazili 7.9 ton fileto pule me salmonel. Sasi është kapur nga AKU, por nuk është bllokuar deri në momentin e daljes së analizave. Zyrtari i AKU-s thot për reporterëve se kompania nuk bashkëpunoi për tërheqjen e produktit dhe sipas tij është shpërndar produkti në 10 qarqe. Qeveria italiane ka vendosur që të përdorë qendrën e Gjadrit në Shqipëri për ndalimin administrativ të emigrantëve të palishëm në pritje të dëbimit. Tani ata mund të qëndrojnë aty edhe deri në 18 muaj, kohë kur vendet e origjinës pranojnë kthimin e tyre. Mes lotësh banor të fshatit Baks Rjoll të Velipojës, të cilët kundërshtojnë ndërtimin e resortit të botuesit dhe biznesmenit Bashkim Ulej pranë Ranës Hedhun, protestuan dje para SPAK dhe dorëzuan një kallëzim ndaj zyrtarëve që sipas tyre u kanë grabitur tokat me dokumentet falsifikuara. Nga tërmeti me magnitudë 7.7 mëngjesin e dieshëm në Myanmar raportohet për mbi 1.000 të vdekur dhe mbi 2.000 plagosur. Shifra është paraprake pasi autoritetet thanë se viktimat mund të jenë më shumë ndërsa në vend është shpallur gjendja e jashtëzakonshme.